Aktivistë dhe përfaqësues nga shoqëria civile organizuan një protestë përpara parlamentit kundër projektligjit për barazinë gjinore. Pak përpara nisjes së seancës plenare në Kuvend, ku në rendite parashikohen edhe diskutime mbi këtë projektligj, qytetarët dhe aktivistët u mblodhen para Kuvendit për ta kundërshtuar. Me pankarta në duar dhe thirrje pro familjes dhe gjinive binare burrë dhe grua, pastori Akil Kpano u shpreh se ky projektligj është një trup i huaj. Ky është një trup i huaj, një kancer që do të shkatërrojë trupin ton, tha Pano. Protestës u bashkuan edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe disa deputetë opozitës si Klevis Balliu, Tedi Blushi, Belind Kolliçi dhe Tritan Shehu. Projektligji për barazinë gjinore, një nismë e qeverisë synon harmonizimin e legjislacionit shqiptar dhe standardet e Bashkimit Evropian për të drejtat e njeriut dhe trajtimin e barabartë të grave dhe burrave. Prej disa kohësh, diskutimet për terminologjinë dhe ndikimin e tij në familjen tradicionale kanë qenë në qendër të debateve publike dhe në komisionet përkatëse ku projektligji është diskutuar. Sipas mazhorancës, nisma nuk krijon gjini të reja dhe nuk synon familjen tradicionale, por synon vetëm mbrojtjen nga diskriminimi dhe forcimin e barazisë mes burrave dhe grave. Qëllimi i këtij projektligji sipas mazhorancës është forcimi i demokracisë përmes barazisë gjinore si pjesë e detyrimeve që Shqipëria ka ndaj Bashkimit Evropian, duke përmirësuar kuadrin ligjor të vitit 2008 për barazinë gjinore. Ndërsa opozita e kundërshton projektligjin për barazinë gjinore, duke pretenduar se ky ligj minon vlerat e familjes shqiptare, opozita ka kërkuar që ky projektligj të kalojë me referendum pra me votën e qytetarëve.